18 qershori shënon ditën botërore kundër diskriminimit të gjuhës së urrëties. Në kuadër të kësaj dite, projekti Shpresa organizoi aktivitetin Shoqëri pa bariera, ku përcoll mesazhi për frenimin e këtij fenomeni. Këto janë forma nga më të buta, të moderuara, por nganjëherë edhe kalojnë deri në atë kufirin të drejtës, që e lë një person, domethënë me aftësi të kufizuar, shpeshherë në terma të mëshirës. Pikërisht, domethënë kjo formë është një formë denigrimi i dinjitetit njerëzor. Nën kryetarja e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza garantoi më shumë mbështetje për këtë kategori në vazhdim. Ju jeni ato që e meritoni dorën e dashurisë, përkujdesjes dhe mirësisë të cilët ju e reflektoni, ju ja jepni gjithkujt më shumë se sa ju a japin. Prandaj në shkëmbim të dashurisë që jepni, ne duhet japim më shumë përkujdesje. Të tilla janë politikat e Bashkisë Shkodër në shërbim të këtyre njerëzve me aftësi të kufizuara, me aftësi ndryshe, të cilët kanë nevojë për një përkrahje për të kapërcyer atë vështirësi thjesht fizike që kanë. Ndërkohë, rastet më të shumta të denoncuara lidhen me diskriminimin ndaj personave me aftësi të kufizuara. Grupimet më të marginalizuara dhe më të lëna pas dore është njerëzit me aftësi kufizuara. Ne kemi që nga themelimi jonë që jemi duke luftuar për t'i garantuar të drejta dhe për të siguruar aksesueshmërinë e këtyre në vende të ndryshme dhe që të gëzojnë të gjitha të drejtat të cilët ju meritojnë me ligj. Arbana Halili, përfaqësuese e shoqërisë civile, kërkoi më shumë mbështetje për personat me aftësi të kufizuara në Shkodër. Faktikisht personat me aftësi të kufizuar gëzojnë një vend të rëndësishëm në jetën e shoqërisë tonë. Dhe duke pas parasysh që këto janë një target group apo një kategori personash që janë vulnerabël, kanë nevojë për mbështetje, dhe jo vetëm për mbështetje nga organizatat, por edhe nga shteti dhe nga institucionet publike, ka nevojë për një mbështetje financiare në mënyrë që ato të marrin shërbime të denja, sepse duke qenë vulnerabël nuk kanë mundësi që edhe ti organizojnë vetë jetën e përditshme. Pra ato mbështeten si në ndihmën sociale, si në ndihmën ekonomike. Në këtë aktivitet u paraqitën mbi 25 punime artistike të personave me aftësi të kufizuara nga qendrat rezidenciale në Shkodër.